Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 17 maj të 2025. Duke se është një ditë mjaft e rëndësishme për kohën dhe momentin. Është ditë takimesh, është ditë bisedimesh dhe kjo bën që tani e tutje gjërat të jenë më të qarta në lidhje me çështjet që juve kërkoni, por gjithashtu dhe të bisedoni me njerëz të rëndësishëm. Është periudha më e mirë më thuhet për sa i përket çështjeve të punës të karrierës, por nga ana tjetër duket se paçka se keni pasur mjaft problematika të ndryshme, por juve dini shumë mirë se çfarë bëni në anën tuaj, sepse kjo periudhë ngadonjëherë tregon mundësi, tregon kohën kur gjërat ndodhin, fenomenet, dhe është mundësia e artë në çështje të mëdha që mund të ndikojnë. Gjithashtu, edhe pse mund të keni pasur probleme, mund të keni pasur gjëra që nuk i keni zgjidhur akoma, por në anën tjetër një periudhë shumë pozitive, është një periudhë shumë e mirë mbi takimet që do të bëni juve, sidomos shenjat virgjëresha, ujori, binjakët dhe peshqi. Ka diçka shumë pozitive. Në lidhje me çështjet e tjera që mund të themi me takime apo bisedime të jashtë që juve keni udhëtime, atëherë është momenti pikërisht tani dhe duke pasur dhe zgjidhjen keni në lidhje me ekonominë dhe me vendimet që mund të merrni. Se këto vendime janë vendime pozitive, edhe pse juve keni pasur probleme, por në anën tjetër është një moment, sidomos pas orës 15 ku do të keni një takim shumë të rëndësishëm juve të shenjës së binjakëve, ku gjërat do jenë më ndryshe nga që ishin dje, sepse keni mundësinë dhe është momenti më i mirë i mundshëm. Por para se të fillojmë